Të akuzuarit i gjykon me dënim me burgim të përjetshëm. Sot drejtësia foli, sot plagët janë më të lehta. Ky nuk o vendim përfundimtar, o vendim i shkollës parë. Mes lotësh nga familjarët u mirëprit verdikti i fundit nga gjykata themelore e Prishtinës për vrasjen e biznesmenit Bedri Rexhepi. Sot në gjykatën themelore të Prishtinës është shpallur vendimi për Jeton dhe Nejat Vllazaleon, të cilët ishin të akuzuar për vrasjen e biznesmenit Bedri Rexhepi. Në këtë rast gjykata dha verdiktin e saj dhe Jeton dhe Nejat Vllazaleon u dënuan me burgim të përjetshëm. Trupi gjykues një zërin në emër të popullit me datën 28 maj 2025 merr dhe publikisht shpall këtë aktgjykim. Të akuzuarit Jeton Vllazaleon dhe Nejat Vllazaleon janë fajtor për shkak të veprave penale të kryera në bashkëkryer dhe atë veprën penale vrasje rënd, si dhe veprën penale dëmtimi i varreve apo kufomave. Andaj kjo gjykatë në bazë të dispozitave të Kodit Penal të Republikës së Kosovës si dhe dispozitave të Kodit të Procedurës Penale, të akuzuarit i gjykon me dënim me burgim të përjetshëm. Të akuzuarve në dënimin e shqiptuar ju llogaritet edhe koha kaluar në masën e paraburgimit. Kjo është vendimi. Ky vendim u mirëprit nga avokati i familjes së të dëmtuarit Besnik Berisha. Pas një procesit të gjatë, natyrisht dëmshëm për familjen e dëmtuar, një proces i cili u shoqërua me shumë sfida e përpjekje për të ardhur drejtësia. Sot familja e dëmtuar mori së paku një satisfaksion moral për dënimin që shqiptua tyre që bën gjithçka për ta mbuluar një krem. Sot drejtësia foli, sot plagët janë më të lehta, ndërkaq dënimi i shqiptuar është dënimi i pritur për cilin kemi punuar. Ndërsa, avokati të pandeurit Nejat Vllazaleon shprehi pakënaqësi për vendimin edhe nga trupi gjykues. Nuk e kumprit këtë dënim sa i përket klientit tim Nejat Vllazaleon, po unë vendim i rënd, e burgi përjetshëm, në bashkëkryer, gjatë shërtimit kryesor ne kemi cek të gjitha të metat të cilat i ka pas këtë akuza, fatkeqësisht ato nuk janë përfjell. Ky nuk o vendim përfundimtar, o vendim i shkollës parë, do të qojmë të ardhmë se si do të rrjedhin gjatë.